Ka dhe të ndërshëm transmeton Imam Tirmidhiu në sunenin e tij nga Enes ibn Malik radiallahu anhu, i cili vjen te pejgamberi Allahu dhe i thot: ja Rasulullah, a do të mbajnë shefat në ditën e Kiametit? A do të ndërmjetësojsh te Allahu për gjendjen e Enesit që i shërbej pejgamberit Allahu 10 vit? Tha pejgamberi Allahut: po ja Enes. Atëherë Enes ibn Malik e vijon këtë pyetje dhe i thot: ja Rasulullah, ku do të ringjallmi, do të ringjallet mbar njerëzimi prej te Ademi a.s. deri te njeriu e fundit. Ku do të gjej unë e tyje, ja Rasulullah, në ditën e Kiametit, në mesin e këtyre turmave, mesin e këtij kallaballëk? Pejgamberi Allahut i drejtohet Enes ibn Malik dhe i thot: ja Enes, më kërkote ura e Siratit. Ora e Siratit që do të vendoset mes tokës edhe mes xhenetit. Në ata është xhenemi, ku lartësia e urës së Siratit ta 70 vite me hedh njerin deri ta mrrijë në xhenem, Allahu na ruaj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ora e Siratit është më e hollë se kimja e flokës. Ora e Siratit është më e mbret se shpatë. E thot Allahu në Kur'anin e Kerim: wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Çdo njani prej jush morat duhet të kalon mbi ta për të shkuar në xhennet. Çdo njani nga ju do të kalon mbi urën e Siratit. Gjatësia urës së Siratit kanë thonë 50.000 vite me ecën kam. Nga se Aisha e pyet pejgamberin Allahu, thot: ja Rasulullah, ditën e Kiametit ringjallën krejt krijesat siç Allahu i ka kriju. E pastaj Allahu thot: në atë ditë do të ndryshojmë pamjen e tokës. Tha: ku ndryshon toka, njerëzit ku qëndrojnë? Ku janë njerëzit? Ku do të rrinë njerëzit kur toka të ndryshojë? Tha pejgamberi Allahu: në errësirën e urës së Siratit. Pra ura e Siratit e errët mbi ta ura aq e madhe derisa prej te Ademi a.s. deri në njerin e fundit e zën ura e Siratit. Tha pejgamberi Allahut: janë të ngjunzuar, asnjëri prej atyve nuk flet për urën e Siratit. Dhe i thot secili prej atyve: Rabbi sellim, sellim, o Zot shpëto, na shpëto. Pejgamberi Allahut nuk diskutojnë qëtër, për pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili në këto qaste, këto rast, thot: ummeti, ummeti, o Zoti i madh, shpëtoja ummetin tim, ummetin tim. Pa atë Enes ibn Malik e pyet pejgamberin Allahut: ku do të gjejnë ditën e Kiametit? Tha: te ura e Siratit. Tha: ja Rasulullah, nëse nuk gjejnë te ura e Siratit, tha: atëherë më lip te kandari, te peshori, ku do të peshohen veprat e njerëzit dhe njerëzit do të hipin te kandari. Pejgamberi Allahut do të jetë mes dy peshorëve, i cili polemizon me Allahun dhe kërkon pe Allahut azza wa jall që Allahu t'ia lehtëson ummetit të tij. Pejgamberi Allahut të gjejnë, tha, te peshorja. Tha: ja Rasulullah, nëse nuk gjejnë dhe te peshorja, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Enes, ma lip te bazenti im, ma kërkote koroni im te burimi im. Tha: ja Enes, përveç se në këto 3 vende se ne gjenë pejgamberin Allahut. Çka bën pejgamberi Allahut te koroni i tij? Pejgamberi Allahut e përgatit këtë ujë ditën e etjes. Dita e gjatë 50.000 vite dilli mbi kokat e njerëzve. Njerëzit të etur, të ditën e gjykimit, ata që i pinë pe kronit të këtij burimit, nuk i ka plon eqja më kurr. Pinë nga dora pejgamberit